Vllaznia dhe Partizani, dueli i javës së 6 të Superligës në voleboll për meshkuj ka dhëruar spektakël. Sfida e luajtur këtë fundjavë në Shkodër u karakterizua nga një lojë plot rivalitet, emocione dhe pse jo edhe dramacitet, kur kemi parasysh se fituesi i kësaj ndeshje u përcaktua me set finale dhe me vetëm 2 pikë diferencë. Pas ndeshjes, kapiteni i vllaznisë Nikolin Qafarena shprehu keqardhjen që nuk arritën të fitojnë këtë ndeshje. Bamet pa mundin për medalë fitimtare në këtë ndeshje, por ndoshta gabimet, momentet caktuar të lojës ndërkombëtare bënen që ta humbim ndeshjen. Besoj që kena bërë ndeshje të mirë me ekipin. Shpresojmë që të kena një ecuri edhe në vazhdim. Ndër të tjera, Qafarena bën të ditur se ka sakrifikuar duke luajtur i dëmtuar në këtë ndeshje. Këtë ndeshje kam sakrifikuar sepse kam kanë probleme fizike, po si dëmtim në gjuhë dhe ndoshta nuk kanë sukses kanë gjenin optimale për me i shërby. Lojës ashtu siç duhet, por u luam me bë maksimumin. Pse çeloj? Ndoshta pa kujdesia në momentet caktuara që ishin vendimtare. Topi parë se humbjet e shërbimit që u bënin në fund në setin e 5 në punën e rezultatit final të ndeshjes. Sfida ndaj Partizanit ishte e fundit për fazën e parë, ku vllaznia është brenda objektivit duke qenë brenda 4 skuadrave më të mira, ndërkohë që për vazhdimsinë objektivat janë edhe më lart.